Vizitat të tilla të shpeshta tregon se njeriu ka hall të madh djalosh. Ka njerëz që hyjnë në xhami për të kërkuar Zotin. Dhe ka njerëz që hyjnë për të ikur vetes. Ti nga cila derë hyre djalosh? Nuk e di më. Më duket se çdo derë më çon në errësirë. Errësira jo gjithmonë vjen nga jashtë. Varet se si shohim gjërat nga brenda. Bismillah. E kam parë botën siç është. Vuajtje, padrejtësi, hipokrizi, tokë mbuluar me gjak. Këto pisllat që duhet ndalen. Vota është e sëmur, djalë. Si të shërojmë? Si ti ndalim këtë marrësire? Me burrëri, e trimëri. Burrëri, trimëri. Me derdhje gjaku do vazhdoja, po. Nuk kam mbetur zgjidhje tjetër. Mendon se Zoti ka nevojë për gjakun e dikujt. Ai nuk ushqehet me vdekjen e krijesave të tij. Ai është burimi i jetës. Është burimi i paqes. Është krijuesi çdo gjëje. Më thuaj, kur një trup është i sëmur, e shëron duke prerë në copa. Ma thanë se kjo është sakrificë që e kënaqë Zotin. Se Zoti kërkon gjak për ta shpërblyer robin e tij. Ata që kanë thënë gjëra të tilla, a nuk të thanë se Kurani familjar nuk fillon me urdhër, fillon me mëshirë. Me emrin e Allahut, mëshirë plotit, mëshirë bërësit. Më thuaj tani, si mund të lindë mëshira nga urrejtja? Si mund të lindë paqja nga gjaku? Si mund të lindë rregulli nga kaosi? Ato mendje që udhëhiqen nga emocioni të çojnë në veprime gjakderëse djalosh. Po drejtësia, nuk kërkon forcë.
Drejtësia kërkon peshë. Dhe pesha më e rëndë nuk është krushti, nuk është plumbi, por është vetë përmbajtja. Zoti thot në Kur'anin famëlart, kush vret një njeri të pafajshëm, është sikur ka vrarë mbar njerëzimin. Nëse një jetë e një njeriu ka peshën e gjithë njerëzimit, çfarë peshe ka një vdekje pa drejtë në shpirtin tënd? Më thanë se kjo është rrugë e shejtë. Se ata na luftojnë dhe se gjaku i tyre është i lejuar. Nëse forca zgjon, pse profeti a.s. filloi me fjalë, jo me dhunë? Nuk filloi me shpatë. Ai ishte i butë, sepse koha ishte ndryshe. Jo. Ai ishte i butë, sepse e vërteta nuk ka nevojë për egërsirë. Sepse i gjikonte me mendje racionale, jo me mendje emocionale. Më thuaj kur e vret një të pafajshëm, kë po mbron? Zotin apo zemrimin tënd? Unë e mbroj fenë. Feja nuk ka nevojë për vrasës. Po ata janë armiq. Edhe në kohën e Muhamedit a.s. ishin armiq. E megjithatë, profeti zgjodhi durimin, zgjodhi arsyen. Sepse armiku më i madh nuk është atë që kemi përballë, por atë që kemi këtu brenda vetes. Gjihadi më i vështirë nuk është kundër njerëzve, por kundër egos që kërkon gjak në emër të Zotit. Rruga e shenjtë nuk duhet që ta mbyll zemrën. Rruga e shenjtë është paqe, është dashuri, është mëshirë. Profeti Muhamedi a.s. tha, muslimani i vërtet është ai që nga dora dhe gjuha e të cilit janë të sigurt njerëzit. Nëse njerëzit kanë frikë nga ti, pyet e veten kujt po i shërben. Mëshirës Zotit apo djallit. Po nëse duke mos vepruar bëhem bashkëfajtar. Të mos vrasësh nuk është mos veprim. Zoti në Kur'anin famëlar thot, e mira dhe keqja nuk janë të barabartë. Kthehet keqen me atë që është më e mirë. Djalosh, feja nuk matet me sa armiq ke vrarë, por me sa zemra nuk i ke humbur. Kur vritet një pabesimtar i pafajshëm, djalli gëzohet, jo sepse u shua një jetë, por sepse u mbyll një zemër. U mbyll një zemër për gjithmonë, për udhëzim e besim. Ndërsa kur ai bëhet besimtar, atëherë djalli i dërohet, sepse humbi një shpirt që i kishte në errësirë. Nuk i pas kam ditur këto gjëra. Ata më flasin ndryshe. A janë njerëz kompetent ata që të mësojnë këto gjëra, që konsultohesh? Jo, nuk kam bërë shkollë për imam. Zot na ruaj. I morën qafë të rritë. Po ti me se merresh, studion? Jo. Kam përfunduar shkollën e mesme dhe kaq. Prandaj i ke këto mendime gjakderse, djalosh. Djalosh, e di se fjala e parë që Allahu i Madhërisëm e zbriti në tokë nuk ishte lufta, as zbrit.
Ishte lexo. Lexo në emër të Zotit tënd I cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjisur. Është ai që ja mësoi njeriu të pendën. Ja mësoi atë që nuk e dinte. Kur e ke lexuar librin tënd të fundit? Mban mend? Kohë e gjatë. Nuk e mbaj mend. Po nëse kam gabuar gjithë këtë kohë, do t'igjim xhehenem. Mardjal, gabimi nuk është fundi. Është momenti kur njeriu zgjohet. Sa ko merr frymë, rruga është ende e hapur. Zoti është mëshirëplot. Ai fal më shumë se sa guxojmë të shpresojmë. E falim sabahun dhe pastaj shko shtrim në shtëpi. Njerëzit po të presin. Hajde.